Të nderuar teleshikues të dashur, vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishterë Ortodoks. Ne të Krishterë Ortodoks vazhdojmë udhëtimin e bekuar të kreshme të mëdha dhe çdo të diel është një stacion ku ne ndalojmë, janë të dielët e kreshme të mëdha dhe në të dielën e 5 të kreshme ku ne po arrim, ne të Krishterë Ortodoks kujtojmë një shenjtore të veçantë të pazakontë, Oshënaren Maria Egjiptiane ose nga Egjipti. Është një nga figurat më të fuqishme të pendimit që kisha na afron sidomos në këtë periudhë kreshmore pendese. Po kush ishte Maria e Egjiptit ose Egjiptiane? Jetën e saj na tregon një tjetër shenjtor oshënar, Shën Zosimaj, dhe ai na tregon këtë jetë të rrëfyer nga vetë Maria Egjiptiane. Ajo rrëfen jetën e saj duke thënë që në adoleshencë dhe në rini ajo iku nga familja dhe filloi një jetë shumë të shturur. Ishte edhe lirshëm në pasionin e mishit, në bashkëpunim me demonin e kurvërisë, duke hedhur shumë djem dhe shumë burra në kurvëri dhe në kuroshkelje. U bë shumë e dëgjuar në Aleksandri dhe pati shumë miklues dhe u bë një vegël e djallit. Madje thuhet se kur ajo hypi në një anije me pelegrin për të vajtur në Jeruzalem, që ata t'i faleshin kryqit, edhe atje ajo tundoi këta pelegrin dhe i hodhi në mëkat. Por kur vajti në Jeruzalem, në kishën e ngjallit, ku ishte edhe kryqi i Krishtit, një fuqi e mbinatyrshme nuk e lejonte që ajo të hynte brenda në kishë, në jerore, dhe që t'i falej kryqit të Zotit. Në fillim mendoj se ishte thjesht një rastësi, ishte turma që nuk e linte, por më vonë e kuptoi se ishte një fuqi mbinatyrore. Pra Zoti nuk lejonte që ajo me mëkatet e saj, me bustet e saj të ndyra nga mëkati i kurvërisë të puthte kryqin e Krishtit. Pati një pendes të menjëhershme, shkoi dhe u lut te një ikone të shenjtës dhe i kërkoi asaj që të ndërmjetonte te biri i saj që ta lejonte të puthte kryqin e Krishtit dhe ajo do ishte dorë nga kjo jetë mëkatare dhe do bënte çfarë dëshironte hylincja. Dhe mori kurajo nga lutja dhe vajti në kish, fuqia mbinatyrore nuk e pengoi, vajti ju fal kryqit të Krishtit, e lau me lotët e saj dhe mori një premtim që do të largohesh nga rruga e kurvërisë dhe e prostitucionit. Dhe na thuhet se ajo shkoi përsëri te ikona dhe dëgjoi një zë që i tha: "Nëse do të shpëtosh, shko në shkretëtir." Dhe kështu ajo u toroq në shkretëtir, mbasi krevi misterin e pendim rrëfimit dhe mori kongatën hyjnore, dhe atje në shkretëtir ajo jetoi 47 vite pendese. Bëri një jetë të mbinatyrshme, mbijetoi në gjitha kushtet ekstreme të shkretirës, nuk pa asnjë qenie njerëzore, madje asnjë kafshë gjatë gjithë viteve të jetës saj në shkretir, kaloi një luftë të jashtëzakonshme sa i mundi demonët me pendesën e saj, me agjerimin e saj, me lutjet e saj, por dhe çuditi i angjëjt. Dhe arriti në lartësira kaq të mëdha sa mbas 17 vjetësh lufte dhe mundimesh, ajo u shlirua nga tundimet dhe nga pasoja e mëkatit dhe arriti atë gjendje papasqyrshmërie. U bë si një angjëll në tokë, pra i kaloi kufit e natyrës, nuk pengohesh as nga ftohti, as nga nxehti, as nga mungesa e ushqimit dhe kështu jetonte vetëm me Perëndin. Por ajo u bë dhe një nën oshënare që me lutjet e saj shpëtonte botën ose njerëzimin e asaj kohe. Prandaj edhe Kisha Ortodokse e vendos këtë figurë që është kaq kontradiktorë, që ishte në ferr, pra dhe ishte një instrument i djallit, i demonit të kurvërisë, e vendos për na treguar se njeriu edhe pse mund bjeri kaq poshtë, mund të ngrihet nga mëshira e Zotit, nga falja e Zotit Jezu Krisht nëpërmjet gjakut të tij në kryq dhe nga asketizmi. Prandaj vendoset kjo figurë
për të na dhënë neve të gjithë që jemi në këtë periudhë kreshmore, periudhë pendese, për mëkatet tona, se ka disa raste që ndonjëherë neve për shkak të mëkateve të rënda, të vdekshme që kemi bërë, mund të themi që nuk ka më pendes për ne, nuk ka më falje. Dhe kjo na atrofizon gjendjen shpirtërore dhe themi tani nuk kemi më shpresë, sepse ky është një kurth i djallit që e fut besimtarin, e fut në një frikë të gabuar, ja jep një imazh të ashpër të Zotit dhe e çon në dëshpërim. Por ja ku kisha na vendos këtë figurë, jo thjesht në mënyrë alegorike, por një figurë historike, reale, për të na thënë se pendimi është gjithmonë i mundur, edhe nëse dikush ka rënë në mëkate shumë të rënda, siç është kurvëria, kurrëshkelja, perversionet, përsëri kthimi është i hapur. Dhe për na treguar se neve të krishterët kemi një luftë, jo luftë me njerëzit, po kemi një luftë me demonët, të cilët ushqejnë tek mëkatet tona dhe strehojnë tek pasionet tona. Dhe një nga demonët i cili ka më shumë sukses për të rrëzuar njerëzit është demoni i kurvërisë, sepse epshi që erdhi mbas mëkatit e shtyn njeriu të thyej ligjin e Zotit, pra mos thyej kurorën ose mos kurvëro, pra mos bëj bashkëtesë pa kuror. Dhe ky mëkat jep një lloj kënaqësie, adrenaline, që kështu i gënjen shumë njerëz, madje edhe të krishterë, që ata të humbasin edhe pastërtinë që morën në pagëzim dhe të bien në mëkatet vdekshme të ndahen nga Krishti. Por përveç se ky demon i rrezon edhe të krishterët në kurvëri ose në kurrëshkelje, vjen dhe demoni tjetër, ai i dëshpërimit, siç tham, që i thotë që tani nuk ka më shpresë për ty, ose lëshohu lirshëm në mëkat, shijoje këtë jetë, se s'ke shpëtim për jetën tjetër, ose vrit veten. Të dyja këto ekstreme janë gabim. Prandaj vendos kisha figurën e Shën Marisë së Egjiptit që të na thotë që ne kemi një luftë shpirtërore me demonët dhe nuk duhet të rrëzohemi, nuk duhet si them të kapitullojmë, por ne duhet të luftojmë edhe sa do poshtë kemi rënë, sepse fuqia e Zotit, hiri i Zotit është më i madh se mëkati. Dhe siç na tregoi dhe Shën Maria Egjiptiane me luftën e saj, me pendesën e saj, rrëfimin e saj, asketizmin e saj, ajo arriti jo vetëm të falen mëkatet me hirin e Zotit dhe për hir të gjakut të Krishtit, por të arrit të shenjtërohet, të hynizohet, të bëhet si angjëll, pra të bëhet një nën oshënare. Sepse hiri i Zotit Krisht e transformon njeriu nga një jetë dhe një qenie e errët për shkak të mëkatit në një jetë të ndriçuar nga Zoti. Prandaj nuk ka kohë për të humbur në dëshpërim ose në depresion, por të marrim vendim që aty ku jemi, aty ku kemi rënë, të marrim vendim të ngrihemi, të kthehemi drejt Zotit me pendes, me rrëfim dhe me asketizëm. Sepse ndonjëherë na ndodh një ide e gabuar duke menduar se ja duke mbajtur agjërim edhe kreshëm, ne jemi tashmë të pranuar nga Zoti. Të dashur të krishterë, agjërimi dhe kreshma, pavarësisht se janë mjete të mira, ato nuk i falin mëkatet. Sepse mëkati falet vetëm me gjakun e Krishtit, të qingjit Perëndis që shtryen mëkatet e botës. Por kreshma dhe agjërimi ne na tregojnë gjendjen tonë mëkatare dhe duhet na çojnë në misterin e pendim rrëfimit. Prandaj flasim për ata që janë të pagëzuar, kurse ata që janë të papagëzuar, agjërimi dhe kreshma duhet të çojnë në misterin e pagëzimit. Këto dy mistere, pagëzimi dhe pendim rrëfimi, i falin mëkatet, si para pagëzimit dhe mbas pagëzimit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj, gjatë kësaj periudhe të kreshme të mëdha, kisha fton të gjithë besimtarët, të gjithë, duke filluar mbi moshën 12 vjeç që janë të përgjegjshëm dhe deri në moshë të madhe që janë të logjikshëm, ata duhet të kontaktojnë me atë rrëfys dhe të kryejnë misterin e pendim rrëfimit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se ne nuk kryejmë misterin e pendim rrëfimit, edhe për mëkatet vogla që janë me mendime ose fjalë, edhe me veprime,
patjetër që neve nuk e kemi përmbushur kreshmën. Kreshma është thjesht një dietë dhe jo një mjet për të na çuar në pendim rrëfim që na pastron mëkatet dhe atëre Krishti vjen brenda nesh dhe bashkohemi me Krishtin. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo figurë e Shën Maria Egjiptianes që kisha ne i vendos që na nxit, që nëse ne ende nuk jemi penduar dhe rrëfyer për mëkatet tona, duhet të shpejtojmë, sepse ende ka kohë. Kur themi ende ka kohë? Ende ka kohë sepse vazhdojmë udhtimin e bekuar të kreshmës, sepse në qoftë se ne nuk i kemi rrëfyer mëkatet tona dhe mbetemi në mëkat, edhe sikur të kemi agjeruar plotësisht, të kemi qenë pa ngrënë dhe pa pirë, kjo nuk na bën asnjë vlerë dhe ne nuk bashkohemi me Krishtin të kryqëzuar dhe të ngjallur. Por ende ka kohë derisa akoma dhe jemi në këtë jetë, sepse mund të jetë edhe orët e fundit, dita e fundit e jetës. Kështu që sa kemi frym, sa kemi mundësi për të lëvizur, për të kontaktuar me atin rrëfyer, për të kryer misterin e pendim rrëfimit ose edhe të pagëzimit, patjetër që duhet të vendosim. Jo ta lëm për nesër, sepse e nesërmja nuk dihet e kujtja është, por themi sot. Prandaj Kisha Ortodokse na vendos të figurë të Maria Egjiptiane, një figurë kaq tronditse, po kaq shpresëdhënëse, që edhe pse mund të kemi rënë në mëkate të rënda siç thash, dhe një ndër to është kurvëria dhe kurorshkelja, që fatkeqësisht sot në këtë botë panseksuale janë mëkate që njerëzit i bëjnë shumë thjesht, por që kanë ndikuar dhe të krishterët, madje kanë rrëzuar dhe të krishterët, janë mëkate që falen nga mëshira e Zotit, por duke vepruar si Shën Maria e Egjiptit, me pendim, me rrëfim, me asketizëm, me kreshmim. Por le të flasim dhe për diçka tjetër. Shën Maria e Egjiptit i tregon Shën Zosimajt se sa vite ajo kishte mëkatuar në botë për 17 vjet, aq edhe vite kishte vuajtur në shkretir. Dhe mbasi kishte kaluar këto vite, ajo fitoi atë që quhet papasionshmëria. Por si ta shpjegojmë këtë? Pra, vuajtjet janë ato që neve na shplajnë dhe na shliron nga barra dhe ndyrësia e mëkatit? Jo. Nuk janë vuajtjet tona, sepse ka shumë njerëz të cilët bëjnë të këqija dhe vuajnë dhe prapë mbeten në të keqe. E vuajnë dhe këtë jetë, do vuajnë dhe në përjetësi. Por ajo që ne na fal mëkatet nuk është vuajtja, nuk janë vuajtjet tona, janë vuajtjet e Krishtit. Pra ato na falin mëkatet. Si thot, me anë të plagëve të tij, vuratave të tij, pra shenjave të tij që ai kishte në trupin e tij, në duart e tij, në këmbët e tij, në brinjën e tij, ne jemi shpëtuar. Pra na janë shëruar plagët e mëkateve tona. Por vuajtja është proces. Pra nuk shikohet si një shlyrje e mëkatit, por është më tepër një proces për të shëruar ato pasojat e mëkatit. Pra, të dashur të krishterë, le ta shikojmë këtë për ta kuptuar në një ilustrim që kemi për shembull me sëmundjet trupore. Ne na prek një sëmundje, për shembull një ftohor, e cila mund vi krejt papritur, pra në një korrent, në një pakujdesi, neve menjëherë marrim një të ftohor. Dhe çfarë bëjmë? Ne shkojmë dhe konsultohemi dhe atëre mjeku na ekzaminon dhe thotë po, ti ke një të ftohor, duhet të shërohet. Por kjo e ftohur që mund vi për një periudhë të shkurtër kohe, do një periudhë të gjatë kohe për të larguar. Atëherë fillon terapia dhe koha e shërimit. Pra, kështu pra ndodh dhe me mëkatin. Kur neve pendohemi dhe rrëfejmë mëkatet tona, patjetër që Zoti nga pendesa jon, nga përulësia jon, nga rrëfimi i sinqert na i fal mëkatin. Por atëherë fillon dhe shërimi. Mëkati është një kancer i cili shkatron psikologjikisht, shpirtërisht, fizikisht njeriu. Dhe duhet një kohë që njeriu të shërohet nga plagët e mëkatit. Kjo pra është ajo koha që neve do të pranojmë hidërime, vuajtje, mundime, luftë demoniake, që neve të shërohemi nga plaga e mëkatit. Shën Johani i Shkallës thotë, pendimi është ripërtëritja e pagëzimit. Pra, në pagëzim ne na falen të gjitha mëkatet, sepse Zoti e ka bërë të mundur këtë
me anë të veprës tij shpëtimtare në kryq, vdekjes dhe ngjalljes së tij. Dhe pagëzimi nuk është gjë tjetër veçse vdekje dhe ngjallje në Krishtin. Por kur ne mëkatojmë mbas pagëzimit, atëre edhe kur këto mëkate falen me misterin e pendim rrëfimit, që quhet një pagëzim i dytë, duhet përsëri një kohë që neve të na falen mëkate. Pra aq kohë sa neve kemi mëkatuar dhe jemi kënaqur në mëkat, pra në adrenalinën si them në adrenalinën e keqe të mëkatit, po kështu duhet ta nxjerrim të keqe me të kundërtën, me idhërim, me vuajtje, me mundim. Prandaj kështu duhet ta kuptojmë edhe vuajtjen e Shën Maria të Egjiptit për 17 vjet në shkretir, po kështu duhet i kuptojmë edhe ato procesin e vuajtjeve tona, edhe pse neve jemi penduar, jemi rrëfyer për mëkatet tona, por përsëri kemi luftën, përsëri kemi vuajtje shpirtërore, ose dhe vuajtje fizike, ose dhe smundje, të cilat janë një terapi për shërim. Nuk janë dëshkim, janë terapi për shërim. Pra, koha gjatë të cilës Maria e Egjiptit vuajti, nuk janë, si thash, për të shtyrë mëkatet e saj, por është kohë ndryshimi. Dhe ajo pastaj mbasi arriti në pastërti, ndriçim, shenjtërim dhe në papasionshmëri, ajo nuk ishte më luftë. Sepse u shërua e gjitha, u pastrua e gjitha dhe tani frymrat demoniake, ato të cilat e hidhin në mëkat, por dhe ato të cilat e ngacmonin edhe mbasi u pendua rrëfyer, sepse shikonin plagët e mëkatit, ato nuk ishin më pushtet tek ajo dhe u zhdukën një herë e përgjithmonë dhe ajo u shlirua përfundimisht dhe jetoi e lirë në Zotin. Kështu pra duhet edhe neve, siç thash, të përballojmë luftën tonë shpirtërore. Pastrimi, ndriçimi, shenjtërimi dhe hyjnizimi që fillon me pagëzimin dhe vazhdon është një proces, nuk është një proces i lehtë, është një proces i gjatë. Prandaj dhe nuk duhet të mërzitemi dhe nuk duhet lodhemi, por duhet të ripërtërim forcat duke parë edhe vuajtjet e shenjtorëve. Shpeshherë neve krijojmë një imazh të gabuar për shenjtorët, sepse kjo na vjen nga fryma servile që neve mendojmë se na afron me shenjtorët. Shenjtorët nuk pranojnë servilizëm. Por shenjtorët thonë që na nderoni ashtu siç e meritojmë, por dhe jo na tjetërsoni. Shenjtorët nuk janë alien, të cilët erdhën nga qielli dhe ose janë ëngjëj, të cilët nuk kanë njohur mëkatin dhe nuk bëjnë mëkat. Shenjtorët janë njerëz me mish dhe gjaksin me problematikat tona. Madje si shikojmë dhe te Maria Egjiptiane, ka njerëz që te kalojnë problemet dhe mëkatet njerëzore, që janë pazakonta. Dhe çfarë bën shenjtorët që nuk e bëjmë shpeshherë neve? Shenjtorët e morën seriozisht pendim, rrëfim, korrigjim, shpëtim në Krishtin. Pra ata nuk e morën këtë si gjë sipërfaqësore, si gjë dytësore, po e bën qëllimin dhe kjo i ngriti ata. Pra bashkimi me Krishtin që vjen nëpërmjet mistereve të kishës, që është pagëzimi, pendim, rrëfimi, kungimi, këto pra bën shenjtorët. Edhe asketizmi si një mjet për të përulur veten, për të kontrolluar pasionet, për disiplinuar veten dhe i çoi ata në atë proces të shenjtërimit dhe të hyjnizimit të u bën të ngjashëm me Krishtin. Kjo pra dallon shenjtorët nga ne. Jo se ata kanë një përbërje kimike, biologjike ose mendore ndryshe nga ne. Janë njësoj me ne, janë me mish edhe me gjak. Kështu që duhet të imitojmë shenjtorët, duhet të mësojmë edhe nga rënjet e tyre, por mbi të gjitha të imitojmë ngritjet e tyre, që ne mos të bijem ose në dëshpërim ose në justifikim, sepse ka disa raste që themi ne nuk jemi shenjtor. Po kush tha që mos bësh shenjtor? Qofse ne nuk arrim të shenjtorojmë, ne nuk përmbushim qëllimin, sepse ka urdhëruar Zoti, bëuni shenjt ashtu si Ati juaj është i shenjtë. Pra, jemi të thirrur për të bërë shenjtor, nëse ne dështojmë në shenjtërim, për të bërë shenjtor sipas hirit të Zotit, mistereve të kishës dhe përpjekjeve tona në sinergji, atëherë ne çfarë? Ne nuk dojmë mbretërinë e Zotit. Kështu që mos kujtoni se jemi të justifikuar kur themi ne nuk jemi shenjtor. Bëhemi shenjtor, duhet bëhemi shenjtor dhe
asnjëri nga ne nuk më thotë s'bëhemi dot. Kur u bën këta, kur u bë Maria e Egjiptit, prostituta më e madhe e Aleksandrisë, që kishte në mëkate të jashtëzakonshme, që në adoleshencën e saj, çfarë mund të thotë dikush tjetër për shembull që nuk e ka bërë jetën e saj, që nuk mund të shenjtërohet? Prandaj është kjo figurë kaq e madhe që kisha na ka vendosur edhe si shembull frymëzimi, por edhe si një shembull që mos të justifikohemi në atë gjumin ton letargjik. Ne të dashur krishterë nuk jemi si Maria Egjiptiane në shkretir, por ne kemi luftën tonë, luftën që na vjen nga mendimet, që na i sjell djalli ato mendime ndërhyrëse që na kujtojnë mëkatet, na rikthejnë në dëshirat dhe pasionet tona të vjetra. Si them, na afron me njerëz të cilët ne na kanë gabuar, por që neve duhet distancohemi. Dhe prap është një luftë pra e padukshme, mendore ose fizike ose e dukshme që neve duhet ta përballojmë. Si duhet ta përballojmë? Siç e përballoi dhe Maria e Egjiptit. Kur asaj i vinin tundimet, pra djalli në shkretir i kujtonte dashnorët e saj, madje i jepte dhe imazhe të skenave që ai bënte, imorale ose të ngrënave dhe të pirave, e gjitha çfarë bënte Maria e Egjiptit? Binte në tokë dhe luteshe me orë të tëra në mes të diellit ose të ngricave të shkretirës derisa të largohej tundimi. Patjetër që ne nuk mund ta kemi intensitetin e luftës që kishte Maria e Egjiptit, por kjo nuk do thotë se s'ka shenjtor që kanë provuar ose besimtar që kanë provuar këtë luftë intensive. Por Zoti na jep aq sa ne mund të mbajmë. Por gjithë prej nesh kemi këtë shkretëtirën, kemi këtë arenën e luftës. Pra secili prej nesh do përballojë një luftë. Nuk ka përparim shpirtëror pa luftë shpirtërore. Harojemi këtë. Kështu që siç vuajtën shenjtorët, do të vuajmë edhe neve. Kjo nuk është se dëshiron Zoti të vuajmë, por është një proces për shkak të natyrës sonë të rënë, për shkak të mëkateve që bëjmë, dhe për shkak të botës së mëkatit ku ndodhemi dhe për shkak të tundimeve që na jep djalli që është armiku ynë, i cili është ai që na lufton 24 orë në 24 orë për të na rrëzuar, për larguar nga Zoti. Pra, duhet të imitojmë shenjtorët, duhet të kemi gjithmonë në gojën tonë dhe në zemrën tonë emrin e Jezu Krishtit, lutjen e Jezu Krishtit, dhe të bëjmë një jetë misterore brenda kishës. Dhe kështu përparojmë gradualisht. Dy gjëra janë të papranuara në krishteri: krenaria dhe dëshpërimi. Krenaria që shpeshherë na vjen ku neve ecim në jetën e virtutit dhe harojmë ato që kemi bërë, si thotë dhe Shën Pavli mos harroni si them çfarë keni qenë, sepse neve hym në kish, si në një spital, hym të sëmur, sepse vim nga bota e mëkatit, shërohemi nga misteret e kishës, dhe na duket vetja si kemi qenë gjithmonë të shëruar, gjithmonë njerëz të virtutshëm, dhe fillojmë dhe gjykojmë dhe akuzojmë të tjerët, sikur ne nuk i kemi bërë ndonjëherë ato mëkate. Si thotë Apostulli Pavli, ti gjykon që ato vet i bën. Kjo është krenaria që na kap sidomos në rrugën e besimit dhe në këtë periudhë kreshmore. Ne harrojmë se ç'kemi qenë. Dhe duhet i kujtojmë, jo për të kujtuar mëkatin, por për kujtuar ato çfarë Zoti ka bërë tek neve që të përulemi. Në qoftë se jemi të ngritur, i larguar mëkatit, kemi filluar një jetë virtutshme, kjo bë nga mëshira e Zotit, nga misteret e kishës, patjetër nga përpjekja jonë, por si them 99% e ka bërë Zoti, 1% kemi bërë ne. Dhe kjo nuk mund na bëj krenar. E dyta është dëshpërimi që folëm dhe pak më përpara kur themi që ne nuk mund të bëhemi, ne nuk ndryshojmë dot. Edhe kjo është një gjë e gabuar. Prandaj duhet të ngrihemi me përulësi, me guxim, si Maria e Egjiptit, dhe të ecim përpara. Kemi dhe diçka tjetër që neve duhet ta diskutojmë. Sot fatkeqësisht profesioni në thonjza i prostitucionit është diçka që është në botë fatkeqësisht, madje disa vende të botës dhe të Evropës është dhe një profesion në thonjza i ligjëruar, i kontrolluar, dhe nxjerr fitime si për atë që kryen prostitucionin, por nëpërmjet taksave nxjerr fitime
dhe nga shteti. Dhe në një farë mënyrë thuhet që zgjidh problemin e epshit të burrat. Kjo nuk është e vërtetë. Ai fitim që nxirret nga prostitucioni është një fitim djallëzor, është një fitim i keq, është një fitim i shfrytëzimit të njeriu nga njeriu. Është një fitim i përbuzjes ose i nënvlerësimit të gjinisë femërore. Dhe ato taksa që merr shteti, ato nuk janë taksa, si them, taksa të mira, taksa të bekuara, po janë të mallkuara. Por edhe ata që shkojnë me prostituta, mos kujton se zgjidhin problemin e epshit, bëjnë akoma më epshor, sepse ushqejnë bishën e tyre të demonin e kurvërisë që kanë brenda vetes dhe ky problem nuk zgjidhet asnjëherë. Prandaj prostitucioni është një plag e shoqërisë dhe kur nuk duhet të ligjërohet dhe fatmirësisht në Shqipëri akoma kemi të paligjëruar dhe duhet ta ruajmë këtë situatë dhe mos të infektohemi nga vendet gjoja të zhvilluara dhe që kanë zgjidhur problemin e epshit ose dhe e përdhunimeve tjera, gjithë është një gënjeshtër e madhe. Por shumë prostituta nuk janë prostituta me dëshirë. Janë me pahir, ku i thonë, për shkak të dhunës që është bërë atyre, për shkak të përdorimit që i bëret atyre me forcë, ose për shkak të vështirësive ekonomike, dhe situatave, si them, të ndryshme që i detyrojnë këto vajza, këto gra të prostituojnë. Prandaj dhe Zoti ka një dëmshuri dhe një vështrim në, si them, të butë ndaj prostitutave. Pse? Sepse shikon se si i keq përdor shoqëria gjinin femrore dhe si keq përdoren, si them, edhe nga njerëzit e ligj ose edhe nga vështirësitë, sepse edhe vështirësitë janë problemet e shoqërisë. Prandaj edhe Krishti, po ta shikojmë në veprimtarinë e tij në tokën e Izraelit, pati shumë dëmshuri për prostitutat. Jo se justifikonte prostitucionin e tyre, por ai nuk i gjykonte, nuk i dënonte si farisejnë që thoshin vetëm dy kategori njerëzish nuk do shpëtojnë, ta gramblecit që quheshin hajdut, bashkë me kushtuesit romak dhe prostitutat. Madje kur e quan një prostitut te Krishti për ta gjykuar, për ta vënë në provë Krishtin, do ta dënonte prostitutën sipas ligjit të Mojsiut, që nëse kapej një grua duke prostituar, ajo duhet vrarë me gur, po jo vetëm ajo, duhet vrarë edhe burri, por ata i sollën vetëm gruan. Atëherë Krishti shkruajti në tokë dhe i tha atyre, kush ndihet pa mëkat, le të qellojë pari. Duke filluar që nga më të moshuarit deri më të rinj, të gjithë hollën gurën në tokë dhe u larguan dhe mbeti vetëm Krishti dhe prostituta, dhe Krishti i thot prostitutës, ku janë ata që do të gjykojnë? Asnjë, o Zot, vetëm Tije, as unë nuk po të gjykoj, tha. Nuk po të dënoj. Shko dhe mos më kato më. Pra, thuhet që Krishti shkruajti në tokë ose ligjin mos thuaj kurorën ose mëkatet e atyre njerëzve. Pra, të gjithë ata që iqeshin si gjykatës të rritit kishin bërë prostitucion, kishin vajtur në mënyrë të fshehtë me prostitutën. Dhe kështu pra, Zoti Krisht tregoi hipokrizinë e atyre maskilistëve ose atyre fetarëve, meshkuj që pretendonin se ishin të drejtë që zbatojnë ligjin, por ishin ata që e shkenin ligjin dhe i keq përdorin vajzat, gratë, duke i detyruar në prostitucion. Por Krishti kërkon që prostituta jo të mbetet në prostitucion e saj, por të pendohet, siç u pendua dhe Maria e Egjiptit. Prandaj kemi shumë raste që ishin gra prostituta që u penduan dhe ndryshuan jetën. Madje kemi prostituta që jo vetëm ndryshuan jetën, po u bën të krishtera, u bën dhe shenjtore. Jo vetëm Shën Maria e Egjiptit, po kemi dhe shumë të shenjtore të tjera, Shën Tajsia, Shën Pelagjia, e tjera shenjtore, të cilat patën këtë ndryshim. Nga prostituta u bën shenjtore ose Shën Fotinia e Samaritania e tjera. Pra, shikoni çfarë dëshiron Zoti, që prostituta të ndryshoj, mos të merret me prostitucion, sepse nuk është zgjidhja e problemit as ekonomik as social, por është një mëkat që nëse do mbetet deri në fund në këtë mëkat është e dënuar përjetësisht. Jo vetëm ajo, por dhe ata që shkojnë me një prostitut ose e justifikojnë ose e ligjërojnë prostitucionin. Kjo është një tjetër gjë. Por duhet dim
që Zoti do shpëtimin e mëkatarëve. Krishti tha, unë gjithë im është për mëkatarët, për ta gramblesit, për prostitutët, nuk është për drejtet. Kështu që edhe neve ku shikojmë një person i cili ka mëkate të rënda që duken, bien në sy, siç është për shembull një hajdut publik, siç janë ta gramblesit, doganjerët, ishin atë kohë, por zakonisht janë shumë profesione sot që në një farë mënyre çedojnë, pra përdoren për të fituar të ardhura padrejtisht, por edhe një person që jeton në mënyrë pamoralshme, dhe kur i shikojmë këta në kish, ne nuk duhet si dhemi si farisejnë, duke thënë çau bën, ç'duan këta në kish. Ç'duan hajdutët, ç'duan vjetësit, ç'duan prostitutat, ç'duan kurvarë, ç'duan kuroshkelesit, por çfarë duan kish? U prish kisha, u ndërsua kisha, jo të dashur krishterë. Kisha është spital. Në këtë spital vi njerëzit që janë të smur. Edhe ata që nuk kanë bërë mëkate të tilla të rënda, mëkate kanë, paktën me mendim. Çfarë thot Krishti? Nuk mjafton të shkosh me gruan e tjetrit, thot. Po nëse ti e shikon me dëshirim gruan e tjetrit, ti e ke thyer kurorën në zemrën tënde. Pra, mund themi që ka ndonjë burr, nuk e di, por që rrallë mund të jetë dhe numërohet me gishtat e dorës, ndoshta që mos ketë vajtur mendja për një grua duke parë me dëshirim atë. Shën Vasili i Madh, një nga shenjtorët më të mëdhenj, thoshte, unë nuk jam i virgjër. Ai ishte i virgjër, por nuk jam i virgjër sepse në jetën time kalova mendimin për një grua. A e kuptoni? Pra, kështu pra duhet i shikojmë gjërat, dhe ku shikojmë veten tonë, trarin në syrin tonë, mëkatet tona, ne nuk gjykojmë të tjerët dhe t'i përjashtojmë nga kisha, ose të gjykojmë edhe klerikët të cilët janë instrumenta të Zotit, janë si infermierët e mjekut që merren me pacientët e mëkatit, pra, plasin. Kështu që prandaj të dashur krishterë, të ruhemi nga fariseizmi, nga gjykimi, nga përgojimi i tjerët. Kisha është një spital që shëron të gjitha sëmundjet e mëkatit. Dhe nuk ka sëmundje mëkati që nuk shëron kisha. Por kisha nuk bie dakord me sëmundjen e mëkatit, e kundërshton mëkatin. Pra nuk e justifikon mëkatin. Kjo është arsye që kisha është e vërtet, është e dashur. E vërtet se e thot mëkatit mëkat, kurvërisi thot kurvëri, kuroshkelisi thot kuroshkelje, gënjeshtës, perversionit perversion, mashtrimit mashtrim e tjera, gjitha mëkatet, por nuk urren mëkatarin, urren mëkatin, ashtu si mjeku urren dhe lufton me sëmundjen për shëruar pacientin. Prandaj, edhe ato që janë sot në profesionin në thonjza antihuman të prostitucionit, kisha i tretë që të kthehen me pendim, me pagëzim që ose janë papagëzuara, me pendim rrëfim që ose janë pagëzuara, dhe të ndryshojnë jetën, të heqin dorë nga kjo mënyrë. Pra, pavarësisht se ju duken gjëra ndoshta të vështira, asnjëherë nuk është e vështirë. Patjetër që duhet punojmë ndershëm që të jetojmë. Vetë Zoti Jezu Krisht, ai që krijoi qiellin dhe tokën, ai punoi deri në moshën 30 vjeçe me një punë të rëndë, siç ishte narkom marangos. Pra punonte për siguruar bukën e gojës së vet. Ai që i ka bërë të gjitha nga hiçi. Punonte dhe për vete, për nënën e tij, që ishte në familjen e Josifit. Kështu që kur ai punonte, edhe ne duhet punojmë. Prandaj duhet të punojmë ndershëm, me një punë të ndershme, me një fitim sado që të jetë, por ama atë ushqimin e kemi ndershëm, pa mëkat, pa abuzim, dhe pa degenerim. Dhe diçka tjetër. Dhe në qoftë se këto persona ndjen të abuzuar, të detyruara, patjetër që duhet të ankohen, duhet të padisin ata që i përdorin, dhe duhet organet shtetërore t'i çlirojnë nga tutorët e tyre, sepse këto janë ligjet e shtetit, dhe në qoftë se brenda tyre ka një dëshirë epshore të nxitur nga demoni i kurvërisë, duhet të kërkojnë mëshirën e Zotit, lutjet e kishës, që të largohet demoni i kurvërisë. Dhe kështu pra të shlirohen nga ky rreth i vicioz i prostitucionit, që vjen, siç thash, edhe nga vështirësitë ekonomike, vjen nga abuzimi dhe detyrimi, po vjen edhe nga tundimi i demonit kurvërisë për të dalë, sepse ajo që është e pamundur për njerëzit është e mundur
për Perëndin. Dhe kjo është vërtetuar në jetët e shumë njerëzve, siç kemi dhe shembullin si them shembullin unikal të Shën Marias së Egjiptit. Prandaj të dashur të krishterë e kemi parasysh këtë figurë, kjo na mëson shumë sepse na nxit që në çfarë do rrethane që t'jemi, edhe në mëkate shumë të rënda duhet të ndryshojmë. Edhe në qoftë se jemi futur në rrethin vicioz të prostitucionit, si them ilegal ose legal, patjetër që duhet të çlirohemi përfundimisht. Madje disa shenjtor na thonë që Zoti për prostitutat të cilat i detyrojnë, pra i sklavërojnë, Zoti përdor ekonomi, ka raste që këto prostituta dalin mënç, pra humbin logjikën që Zoti mos të gjykoj, ka raste që edhe i vrasin, mbase i dhunojnë, i përdhunojnë dhe i vrasin, që kjo t'ju numërohet si një lloj martirizimi. Pra Zoti do, në raste të tilla, me gjitha forma që duken pak edhe ekstreme, që të shpëtoj këto vajza, këto gra të cilat nuk duan të prostituohen, po janë të sklavëruara. Gjen forma dhe mënyra. Aq më shumë kur këto e kërkojnë mëshirën dhe shpëtimin e Zotit. Zoti do t'i japi mundësi që t'i nxjerrë prandaj. Do të dërgoj angjët e tij, shenjtorët e tij, njerëzit e tij, besnikët e tij, kishën e tij, dhe ato do ndryshojnë jetën. Dhe neve duhet të lutemi. Në ato lutjet tona personale duhet lutemi për njerëz të cilët janë në këtë rreth vicioz të mëkatit, të kurvërisë, të kurorshkeljes ose të prostitucionit. Duhet lutemi që Zoti të ndërhyjë në jetën e tyre, t'i shpëtojë ata, sepse ata njerëz si ne janë fatkeq shpeshherë ose janë të poseduar nga demoni i kurvërisë. Kisha na nxit në këtë të diel të 5 të kreshme të mëdha, që quhet e diela e Maria Egjiptianes, duke parë figurën e saj, duke studiuar figurën e saj, jetën e saj, atëherë të frymëzohemi, jo për të imituar mëkatet e saj, po për të imituar pendesën e saj, ngritjen e saj. Dhe për ta mbyllur dhe këtë bisedë, unë do të citoj dhe disa thënie të etërve të kishës, të cilën na nxisin në pendes, sepse ky është qëllimi që kisha e ka vendosur figurën e Shën Maria Egjiptianes, që të ruhemi nga justifikimi, dëshpërimi i mëkatit dhe të ngrihemi me anë të pendimit. Dhe unë do të citoj disa thënie të etërve të shenjtë në lidhje me pendesën. Shikoni çfarë thotë Shën Joan Gojarti. Nuk ka mëkat që pendimi nuk mund ta shlyej. Dhe nëse ke rënë në kurvëri mira herë, pendohu dhe do të shpëtohesh. Prostitutën e bën të pastër jo koha, por ndryshimi i zemrës, thot ky shenjtor. Dhe flet konkretisht për njerëzit që kanë në mëkatin e kurvërisë, të kurorshkeljes dhe të prostitucionit. Shën Efrem Siriani thot: mos u dëshpëro o shpirt, edhe nëse je zhytur në ndyrësi, një pikë loti nga pendimi vlen më shumë se një det mëkatesh. Shën Isak Siriani thot: nuk ka mëkat të pafalshëm përveç atij që nuk pendohet. Zemra që pendohet është tempulli i mëshirës së Perëndisë. Shën Joani i Shkallës na thot: pendimi është ripërtritja e pagëzimit dhe marrëveshja e re me Perëndin për një jetë të re. Shën Ambrozi i Milanit thot: aty ku ushtua mëkati, u teprua dhe më shumë hiri. Dhe ka marrë këtë nga apostull Pavli në letrën e drejtuar Romave. Ku është mëkati më i madh dhe hiri është më i madh. Kështu pra të dashur të krishterë, duke pasur parasysh edhe këto thënie të etërve të kishës dhe figurën e Shën Maria të Egjiptit, e cila ra shumë thellë në honet e mëkatit, por u ngrit shumë lart në majat e shenjtërisë dhe të virtutit, me anë të pendimit, rrëfimit, asketizmit, edhe neve të kemi këtë shembull dhe këtë frymëzim në këtë udhtim të bekuar të kreshme të mëdha, që po e vazhdojmë me këtë stacion në të dielën e 5 për të vazhduar deri në fund. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë bisedën tonë dhe mirë takoheshim në emisionin tjetër.